Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha se zgjidhja e përcaktuar të rëkëndshit Bruksel-Beograd-Prishtinë shmangu skenarin më të keq të mundshëm për serbët dhe të gjithë ata që punojnë dhe jetojnë në Kosovë, si dhe interesat e serbëve mbrohen në rrethana shumë të vështira. Kujdesi për njerëzit mbetet prioriteti kryesor i politikës së presidentit dhe qeverisë së Serbisë. Unë mirëpres angazhimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkisë më të gjerë ndërkombëtare për të zgjidhur problemet e shkaktuar nga veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kurtit, tha Gjurić. Kryetaria e Këshillit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi, Daniela Nikolić, deklaroi se vendimi në lidhje me zbatimin e ligjit për të huajt parandaloi një masakër administrativ kundër serbëve në Kosovë. Ajo tha se kjo përfaqësonte suksesin e diplomacisë serbe dhe theksoi se presidenti Vučić, Petar Petković dhe lista serbe punuan ditë e natë për të gjetur një zgjidhje që në këtë moment është e mirë për popullin serb në Kosovë. Fakti është se ne i kemi ruajtur statusin e institucioneve tona sepse nuk ka integrim të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës, tha Nikolić. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut, Mila Radović, tha se marrëveshja në lidhje me zbatimin e ligjit për të huajt është një hap në drejtim pozitiv, por ata presin që bashkia ndërkombëtare të monitorojë zbatimin e ligjit në mënyrë që të shmangen pengesat e mundshme në terren. Zbatimi i plotë i ligjit për të huajt në formën e tij origjinale do të thoshte vërtet spastrim etnik, administrativ, kështu që këto lehtësime janë në drejtim pozitiv, tha Radojević për Euronews Serbia. Rektori i Universitetit të Prishtinës me Selinë Mitrovicën e Kosovës, Nebojša Arsić, tha se marrëveshja në lidhje me ligjin për të huajt dhe ligjin për automjetet është jashtëzakonisht e rëndësishme për institucionet që ai drejton, sepse ju lejon atyre të punojnë normalisht në sistemin serb. Në një intervistë për radio televizionin e Serbisë, Arsić theksoi sot se situata në universitet është normale dhe se kolegët dhe studentët e tij janë të lehtësuar për shkak të këtij rezultati. Me marrëveshje në lidhje me zbatimin e ligjit për të huajt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nën presionin e Brukselit ka përceu vijën që e kishte vendosur vetë, theksoi historiani Luka Jovanović, duke deklaruar se Kurti e kuptoi se mos përmbushja dhe mos respektimi i marrëveshjes do të kishte pasoja të rëndësishme për të. Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerësoi se Albin Kurti mori një vendim real në lidhje me ligjin për të huajt, i cili në një mënyrë pragmatike anashkalon shumë probleme si për komunitetin serb ashtu edhe për vetveten e tij, sepse përfaqëson një mes të artë. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, kujtoi se në këtë ditë të vitit 1981 demonstratat shkatërruese të separatistëve shqiptar në Kosovë u dogjën selite patriarkane së PES, duke deklaruar se ai vit ishte fillimi, siç thot ai, shumë të këqijave që ndodhen serbëve dhe kishës ortodokse serbe në vitet e dekadat në vijim. Ai tha gjithashtu se patriarkana PES i mbijetoi të gjitha të këqijat, përfshirë edhe vitin 2004, dhe se sot është lajmëtar i kulturës dhe vuajtjeve historike të serbëve. Historiani i artit Bojan Popović tha se përdhosja ndërtesave të shenjta serbe në Kosovë dekada më parë është emituar nga fshirja e kulturës së sot vepron në devijimin e plotë së kalues përmes pretendimeve se kishat serbe në Kosovë ndërtuan mbi ndërtesat shqiptaro-ilire thrake që nuk ka ekzistuar kurrë. Gazetari Živojin Rakočević tha se zjarrin e patriarkanën e PES renditi thellë çdo antar të popullit serb, por edhe se të gjithë ata që menduan se kjo do të thoshte fundi i kulturës spirituale dhe qytetërimit serb në Kosovë gabonin. Djegja e patriarkanës së PES është në fakt para se gjithashtu një ngjarje që përfshihet duke bërë dëmtimin e të mirave materialeve në Kosovë, por për fat të keq përfaqëson një nga epizodet më të errta që lidhen me shkatërimin e trashëgimisë kulturore dhe historiana e artit Jasmina Çirić.
Moti nesër do të jetë me vranësira dhe i ftohtë gjatë ditës me reshje shiu dhe në disa malje me borë pritet reshjet e dendura shiu në pjesën qendrore dhe jug-perëndimore të Serbisë gjatë mbrëmjes. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 0 deri në 5, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 15 gradë Celsius.